Lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi kreun e qeverisë Edi Rama se po kërcënon integrimin e vendit në Bashkimin Evropian për të mbrojtur Belinda Ballukun dhe veten e tij. Deklaratat e Berishës vijnë pas lajmeve nga Brukseli se një grup punë të ministrave për Europën të shteteve anëtare në Bashkimin Evropian kanë kërcënuar me zhbërjen e procesit të integrimit në rast se Edi Rama do të vijojë të bllokojë heqjen e imunitetit të Ballukut dhe të sulmojë drejtësinë. Burime shumë serioze informojnë për diskutimet e gjëra që po zhvillohen në kancelaritë europiane dhe në Bashkimin Evropian, në të cilat nuk përjashtohet dhe opsioni i zhbërjes së plotë të procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për shkak të këtyre qëndrimeve antikushtetuese që mban Edi Rama. Në konferencën me gazetarët, Berisha tha se Rama është në rreth të kuq, megjithse u shpreh se pavarësisht ultimatumeve nga Brukseli, kreu i qeverisë nuk do të lëshojë Ballukun dhe do të rrezikojë negociatat, pasi në dosjen e numrit 2 të qeverisë është vetë emri i tij. Lajmet që vijnë nga kancelaritë europiane shmojnë se Edi Rama është në rreth të kuq, në kundërshtim flagrant me të gjitha zotimet që rrjedhin nga procesi i integrimit për të mbrojtur veten nga krimet e rënda që ka kryer, është i aftë të marrë çdo vendim, bllokon plotësisht procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Absolutisht nuk do të pranoj kur t'i heq imunitetin Lubi Ballukut mbasi e din se së bashku me të në bangon e akuzë është i detyruar të ulet dhe ai vetë. Kryedemokrati u ndal edhe tek afera e Akshit, e cila sipas tij nuk ka tronditur vetëm shqiptarët, por edhe ndërkombëtarët. Akshi është dosja që ka lënë pa mend kancelaritë europiane, por edhe të vendeve tjera të mëdha. Për të mos fol pastaj për qindra dhe mijëra video dhe fotografi në të cilat edhe vetë Edi Rama është këmbë kokë i damkosur. Përballë kësaj situate, Berisha tha se përgjigjja e opozitës dhe popullit për Edi Ramën është vetëm revolta paqësore, duke bërë të qartë se nuk do të pritet nga jashtë, por do të jenë shqiptarët ata që do të largojnë Edi Ramën. Përgjigjja e opozitës është një dhe vetëm një. Kryengritje paqësore gjen largimin e tij. Por ne jemi të sigurt se pavarësisht nga vendimet, nuk vjen njeri për ta larguar, do ta largojmë ne Edi Ramën. Kjo është gjithnjë qëndrimi ynë. Ndaj dhe 10 shkurti është dita e çdo qytetari, është dita e dignitetit, e guximit, e kurajos, e vendosmërisë për të marrë fatin në dorë. Berisha kishte edhe një koment lidhur me debatet e fundit që kanë përfshirë qeverinë dhe gjyqtarët për rrogat e këtyre të fundit dhe kërcënimit që Ulsi Manja bëri për ndërhyrje ligjore në sistemin e drejtësisë, duke bërë të qartë edhe qëndrimin e Partisë Demokratike për ndryshimet në sistem. Partia Demokratike zbahet thjesht në absolute asnjë ndërhyrje. Gjykatësit dhe prokurorët e vendit kanë të drejtë 100% të pretendojnë një piramidë rrogash në frymën e kushtetutës dhe të ligjeve. Kanë të drejtë të refuzojnë piramidë rrogash e cila është ndërtuar totalisht mbi baza qëllimesh të zeza politike.